Përshëndetje miq, sot e kemi të ftuar Serbeze Haxhiej, një gazetare e cila merret më shumë se 20 vite me temën e drejtësisë transicionale, me raportimin mbi krimet e luftës. Pra tema për të cilën do të diskutojmë së bashku me Serbezen është raportimi mbi krimet e luftës në Kosovë, mbi përvojën e saj, nevojat e viktimave të krimeve të luftës. Pra do të kemi një bashkëbisedim në këtë videokast, ku së bashku do të kalojmë për më shumë se 20 minuta të këtij podcasti. Fillimisht, Serbeza, mundesh me na tregu pse keni vendosur që të merreni me krimet e luftës, duke pas parasysh se jeni një ndër gazetarët e vetme ndoshta në Kosovë që merret intensivisht dhe konstant që nga përfundimi i krimeve të luftës, duke raportuar në Kosovë, po jo vetëm për Kosovë, po edhe për media ndërkombëtare. Faleminderit Amer, atëherë pse merrem. Në fakt, puna ime si gazetare ka filluar në kohën e luftës. Në fund të vitit 1998, kur unë nisa të bashkëpunoj me gazetën atëhershme Bujkë, që ishte emërtimi i tjetër pas mbylljes së gazetës Rilindja, ishte kohë lufte. Edhe jo pse në atë kohë direkt jam marrë me kohën e luftës, por kur fillova të merrem më intensivisht me profesionin e gazetarit, ne po ballafaqoheshim me gjithçka që kishte lënë lufta pas. Ishte një barë e madhe e cila akoma vazhdon të jetë një barë e madhe në krahët e shoqërisë tonë. Kështu që pashmangshëm duhet merrej me luftën, me çështjet që ndërlidheshin me luftën, e sidomos me viktimat që qysh në atë kohë ishte qartë që nuk kishin shumë platformë viktima, nuk u japej shumë platformë viktimave, jo vetëm viktimave shqiptare, por as pak as viktimave nga komunitete tjera. Ishte për mu absurde që qysh në atë kohë pjesa më e ndihshme viktimave të dhunës seksuale, po përpiqeshin të heqteshin. Ishte një periudhë kur kishte një lloj sentimenti ose një lloj përshtypje përgjithshme që është më mirë mos flasim këtë kohë. Kishte arsyetime ndryshme në bazamentin e cilës qëndroi trui familja, sepse kishte shumë njerëz që braktisin gratë për faktin që ishin të numër. Domethënë kështu ishte ajo vitet e para dhe vitet e mëtej të punës ime si gazetare në këtë fushë që përfshin disa segmente, ju e dini. Po sa është sfiduese për të marrë me këto tema, duke pas parasysh se ju jeni një grua e cila ndoshta jo shpesh ju bjen të shkoni në për fshatra të ndryshme, t'i takoni personat të ndryshëm, qoftë viktimat të lunës, ndoshta qoftë edhe personat ndoshta të cilat kanë qenë të përfshirë në luftë. A e keni parë si një profesion sfidues, apo nuk e di, me formulu pyetje ndoshta pse konkretisht keni vendosur? Në fakt, Kosova është një ambient i vështirë i të bëmit gazetari, një ambient i egrë i të bëmit gazetari në të gjitha aspektet. Krahas asaj unë jam marrë një kohë gjatë me raportimin e krimit, korrupsionit, çështjeve politike, çështjeve religjioze, por më thonë në përgjithësi ka qenë, sidomos nëse merresh me tema të ndjeshme, është një ambient i vrasht i raportimit. Po kur vjen çështja tek krimet e luftës, është shumë e vështirë dhe kisha me thonë që çështja e raportimit krimeve të luftës në trajtën se çush duhet të raportohet, në përgjithësi është gati një tabu në mediat e Kosovës. E kam fjalën për krimet e luftës kryme nga të gjitha palët e përfshime në konflikt, dhe sidomos nëse pjesa më e ndjeshme është të merresh me krimet e luftës kur të përfshirë janë njerëzit që kanë pozitat të larta ose që kanë mbajtur pozitat larta politike në vendet, sidomos nëse merresh me anën tjetër edhe me viktimat ose me krimet që janë kryer ndaj pakicave tjera etnike në Kosovë. Në përgjithësi këto vite ju e keni pa vetë, sidomos në vitet e fundit, varësisht nga zhvillimet politike, çfarë trajektore ndjekin zhvillimet politike, zgjedhjet apo edhe bisedimet me Serbinë, media është gjithmonë në të saktë
të njerëzve që janë të përfshin, qoftë në dialog, qoftë në të akuzum për krime lufte, qoftë në forma tjera. Ajo që kemi pa është një ndërtimi një narracionit një anshëm në mediat e Kosovës. Do me thënë flitet vetëm për luftën, për glorifikimin e luftëtarëve të lirisë, pa ka platformë për viktimat. Edhe nëse shohim për shembull në objektet që përfaqësojnë memorien kolektive në vend, ka shumë pak vend për viktimat, ka shumë pak vend për civilët, megjithëse pjesa më e madhe atyre që kanë mësuar luftën e Kosovës janë viktimat civile. Është një numër shumë më i vogël i luftëtarëve sesa i viktimave civile, domethënë në fillim të mas luftës, ose në perspektivën e pas luftës, pjesën më të madhe, hapësirën më të madhe e kanë zonë glorifikimi i luftës dhe më pak ai viktimave. Dhe të raportosh si gazetare, unë jam përballë me format ndryshme të kërcënimit, të presionit, qoftë deri kërcënimeve me jetë kur kam raportu për çështje që nuk u pëlqejnë, sidomos njerëzve që janë pushtet, sidomos njerëzve që një formë ose një tjetër kam pas vendimare ose kam pas gisht në gjonat që kanë ndodhur. Po, ju me drejtë e keni përmend se në luftën e fundit ka humbur jetë një numër shumë i madh i viktimave civile. Më shumë se 10.000 viktima civile kanë humbur jetën, janë vrarë, apo tani më edhe disa janë të zhdukur, ko më shumë se 1617 persona ende konfigurojnë të zhdukur, dhe këto çështje janë ende të hapura mes shtetit të Kosovës dhe të Serbisë. Lidhur me drejtësinë për viktimat e luftës janë krijuar disa institucione gjyqësore. Fillimisht ka qenë Tribunali i Hagës, kanë qenë misione ndërkombëtare në Kosovë, gjykimet në Serbi, në Kosovë, tani kemi edhe dhomat e specializuara. Në anën tjetër janë dënuar vetëm 72 persona për të gjitha këto krimet të cilat kanë ndodhur në Kosovë. Pra, gjykatat nuk janë zëri vetëm i viktimave, apo gjykatat nuk mund të ofrojnë drejtësi për të gjithë. Unë mendoj që raportimi apo gazetaria është një element i cili i jep hapësirë zëri i viktimave që të dëgjohet jo vetëm në institucione gjyqësore, po edhe më tej, pra të dëgjohet edhe në media ndërkombëtare. A mendoni që gazetaria apo raportimi mbi krimet e luftës luan një rol shumë të rëndësishëm, ndoshta baraz vlefshëm edhe me institucione gjyqësore? Në fakt po, kjo shëndron, është në bazamentin e çdo gazetarie profesionale, por nëse marrim rastet si Kosova, gazetaria ka mbetur pak a shumë në frikën, gjithçka, sidomos në viteve të fundit, çdo raportim, çdo pronësim publik, sidomos i shoqërive, pjesëmarrëve të shoqërisë civile, të cilët tentojnë për të folë në mënyrën e duhur në raport me krimet e luftës në gjykatën speciale, ka një lloj linçimi publik. Do të thonë ekziston një lloj atmosfere frikës kur flitet për viktima, sidomos për viktimat e gjykatës speciale. Personalisht kam takuar disa nga personat që kanë qenë viktima ose që janë të regjistruar si viktima në dhomat e specializuara të Kosovës, dhe ekziston po ashtu një lloj atmosfere frikës edhe presionit që ekziston mbi këta njerëz, që i kanë ndjek këta njerëz, dhe nuk është vetëm frika dhe presioni, është stigma, sepse gjithë ata njerëz që kanë qenë goditur ose që kanë qenë pak a shumë të saki i ndalimit arbitrar ose torturimit në për qendrat ndryshme të ndalimit, në ato që pretendojnë edhe në akuzat e lëshuara tash prej gjykatës speciale, të gjithë ata për vite i kanë ndjek një lloj stigme rrethit ku jetojnë. Mbajmë një prej gjykimeve në Prizren, ku viktima kanë qenë civil shqiptar, mas verdiktit gjyqësor, viktimat fjalën e parë që thanë, domthonë ishte që u mor vesh që prindi ynë, që personi që ishte vrarë gjatë luftës, nuk ka qenë tradhtar, nuk ka qenë spion serb, domethënë sepse për vite njerëzit që janë qoftë edhe nëse janë ndaluar një herë nga ish pjesëtarët e UÇK-s, qoftë në formë të zyrtarizuar ose me ndonjë urdhër të
të hierarkisë USHK-s ose qoftë nga individ pa përgjegjshëm, ata për vite janë nënshtruar stigmet dhe presionit nga rreti ku jetojnë, domethënë kanë qenë pak a shumë të izoluar dhe edhe tash, nëse flet me këta njerëz, këta akoma vazhdojnë ta vujnë atë që kanë mbet nga ajo që faktikisht ju ka ndodhur gjatë luftës. Dhe nëse shohim mediat e Kosovës ka shumë pak vullnet për të dëgjuar zonën e viktimave. Domethënë kjo kategori e njerëzve, çfarëdo që të jenë, aktivist politik, LDK-s ose thjesht civil, cilët janë ballavaçuar me ndalime ose forma të tjera, vazhdojnë të jenë të shpërfillur. Ata nuk kanë zonë. Po. Tani e kemë përmend procese gjyqësore. E dim që procese gjyqësore lidhur me luftën e Kosovës janë zhvilluar qoftë në Hag apo në rajon. Mua po më intereson përvoja juaj me të themi me Tribunalin Penal Ndërkombëtar dhe me dhomat e specializuara të Kosovës. Në një bisede keni përmend tani po rikthehet si kjo puna e dhomave si deja vu, pra edhe një herë duheni mu marrë me raportimin e proceseve gjyqësore, sa janë transparente apo bashkëpunues këto dy institucione, nëse mundeni me bënë një krahazim mes dhomave specializuara dhe Tribunalit të Hagës, i cili tani më e ka përfunduar misionin e vetë. Tribunali Penal për Jugosllavinë ka pas një strukturë tjetër, duke qenë një tribunal ndërkombëtar, një organ i OKB-s, ka pas një mbështetje më të madhe ndërkombëtare dhe ka pas një volum të rasteve, sepse ka trajtuar raste të krimeve të luftës nga e gjithë vendet e Jugosllavisë, përfshi edhe Kosovën. Dhe në këtë aspekt ka pas shumë procedurat që kanë qenë shumë më të mbyllura, më pak transparente dhe kanë qenë më pak të favorshme për viktimat. A mund të veçoni një moment apo një segment interesant nga gjykimet në Hag, për shembull arrestimi Miloševićit ose cili imazh po qëndron më shumë kur kujton gjykimet në Hag? Du të flas prej dy aspekteve. E para ka qenë arrestimi i Miloševićit që ka ngjall një entuziazëm në Kosovë, në mesin e viktimave në Kosovë dhe vendet e tjera. Askush nuk e ka prit se çfarë epilogu do të ketë, sepse njerëzit kanë shpresuar që ai do të dënohet, edhe pse ai vdiq i padënuar. Por procedurat e mëtejshme, gabimet që kanë përcjell tribunalin, pavarësisht se ka pas një staf dhe një mënyrë rekrutimi të jashtëzakonshme të pakrahasueshëm me gjykatat dhe tribunalet e tjera, ka pas plot raste dhe gabime sidomos në aspektin e transparencës, ku viktimat janë ekspozuar dhe masandej ka ndodhur që janë riviktimizuar. Dhe këtu e kam fjalën për viktimat e dhunës seksuale, të cilat vetë dëshmia aty ne ka zbulu identitetin e tyre dhe ato më vonë kjo ka ndikuar pastaj në heshtjen e shumë viktimave në Kosovë. Ka qenë një prej aspekteve negative të Tribunalit të Hagës. Tash databaza e Tribunalit të Hagës është e hapur, ka plot gjëra të cilat mund t'i kuptojmë më vonë ose për që janë një bazë e mirë për hulumtuesit dhe studiuesit e kësaj fushë, por në atë kohë ka qenë një nivel më pak i transparencës dhe edhe i llogaridhënies, sepse Tribunali Ndërkombëtar si gjykat i ka jep llogari vetëm OKB-s, vetëm Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Dhe aty ka qenë një mori shtetësh të cilat shpeshherë edhe ka pas taktika sabotuese edhe në atë kohë, pashka se në shtetet kanë qenë të obliguar për të bashkëpunu me tribunalin, por mbaj mend edhe në atë kohë. Misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK kishte shumë vështirësi për të bërë sidomos largimi, zhvendosin e dëshmitarëve larg vendit, njerëzve të rrezikuar, sepse UNMIK nuk njihej, domethënë Kosova nuk ishte shtet, ishte nën protektorat ndërkombëtar, ishte nën administrimin e OKB-s dhe kishin shumë shtetet, qeveritë e shteteve ndryshme hezitonin të bënin marrëveshje me misionin e OKB-s. Duke që ky problem nuk është
që është zgjidhur komplet edhe me gjykatën speciale, por gjykata speciale ka një transparencë më të madhe sa i përket komunikimit me media, sa i përket çështjes së viktimave, sa i përket shumë gjëra që lidhen me misionin e saj. Kuptohet për dallim prej Tribunalit të Hagës, gjykata e Kosovës, e cila ligjërisht është Kosovës, është një gjykatë hibride, vuan nga legitimiteti i saj, sepse për faktin që pavarësisht që është votu në kuvend, gjykata nuk gëzon popularitet në mesin e shqiptarëve, sepse e shohin për faktin që mandati i saj është të ndjek vetëm pjesëtarët shqiptar të UÇK-s, e shohin si një gjykatë të njanshme, një gjykatë e paragjykuar etnikisht, dhe vazhdimisht, por megjithatë kjo nuk do ta pengoj gjykatën që të marrë vendime, dhe faktikisht nuk po e pengon, pavarësisht legitimitetit ose popularitetit që gëzon në mesin e shqiptarëve të Kosovës. Po ju i keni përmend edhe databazën e Hagës edhe tani edhe të llomave specializuara, po nëse hym në këto databazë e shohim që gjuha zyrtare apo gjuha primare apo dokumentacioni i cili është i ngarkuar në këtë databazë që është i qasshëm për publikën, kryesisht është në gjuhën angleze. Edhe pse palët kanë të drejtë në gjuhën shqipe të njoftohen, unë mendoj që edhe në databazën e Hagës, edhe në llomat specializuara ekziston një mangësi për informimin e publikut kosovar në gjuhën anëtare. Pra, jo të gjithë që e njohin gjuhën angleze munden mu informu sakt se cilat janë aktakuzat, cilat janë aktgjykimet, cilat janë dënimet ndaj qoftë e prorëve të Serbisë, të cilat janë dënuar për Kosovën, dhe jo të gjithë ndoshta edhe gazetarët janë mjaft mirë të informuar për akuzat apo për krimet të cilat janë dënuar e prorët për krimet e luftës apo krimet kundër njerëzimit në Kosovë. Unë gjatë hulumtimit e kom parë që këta e prorë janë dënuar edhe për persekutim seksual si krim kundër njerëzimit, po që në Kosovë shumë pak njerëz kanë informata se ka edhe vendime të tilla pranë kësaj gjykate, dhe unë e shoh si një mangësi të këtyre databaza. Pra unë mendoj që këto databaza apo këto institucione duhet që ndoshta tani dhomat e specializuara të përkthejnë sa më shumë aktgjykime, aktakuza që të jenë sa më transparent, jo vetëm me gazetar që njohin gjuhën angleze, po edhe me gazetar që njohin vetëm gjuhën shqipe apo gjuhën serbe. Është e vërtet, ajo që thash më herët që narracioni krijuar në anshëm përfshin edhe akuzat sepse 4 prej prorëve të lartë të ushtrisë dhe policisë serbe në aktakuzat, në aktgjykimet e tyre kanë qenë edhe akuzat për dhunë seksuale, do të thonë kanë qenë gjykimet e para. Por vetëm ka dalluar një nuancë ose një element, nuk kisha më thonë këtë nuancë, është element goxha i rëndësishëm sepse në shkallën e dytë, gjykata ka njoftë dhunën seksuale si një prej krimeve të luftës të kryme nga ishprorët e lartë të ushtrisë dhe policisë serbe. Por vetëm nuk arrit dënimin. Nëse një person është dënuar me 23 vjet, ai ka qenë 23 vjet, nuk është shtu dënimi për akuzat, por ajo që thash më herët që në Kosovë ka pas një lloj vazhdon të ushqehet një lloj narracioni që askush nuk u dënuar për mira gradë dënuar në Kosovë. Kjo nuk është e vërtetë, sepse ka pas ajo në ato databazën pavarësisht se në gjuhën angleze ekzistojnë qartjen aktakuzat dhe e vërteta është aty. Pastaj ekziston që Serbia nuk është dënuar për krimet. Është e vërtetë që për gjithë ato krime që kanë ndodhur në Kosovë, nuk ka pas dënime, ekziston ende një kulturë mosdëshkimi. Por kanë qenë njerëzit në hierarkinë e lartë që janë dënuar nga Tribunali i Hagës, janë mbi 70 persona, kryesisht shumica prej tyre janë serbë të dënuar për krimet e kryera në Kosovë, në Bosnjë dhe në Kroaci. Do të thotë nuk është që edhe ata që duan ose njerëzit që kanë bërë më tepër hulumtim ose që kanë lexuar më tepër për proceset e drejtësisë, po marrë një shembull gjykatën e Tribunalit në Norimbergut, as atje nuk është dënuar i gjithë
kasta udhëheqëse e nazizmit. Janë dënu disa nga eprorët e lartë për krimet e kryera direkt, por është dënu edhe personat të përfshirë politik, njerëzit që kanë të punu në makinerinë propagandistike të nazizmit. Dhe me thënë, nëse kuptohet që krimet nuk bëhet fjalë për barazim të krimeve dhe nuk bëhet fjalë për barazim të dënimeve, sepse kuptohet që Serbia ka shumë për të dënuar, se për spastru brenda teritorit vetë, sa i përket krimeve të luftës, dhe këtë po e godet ashpër mos bashkëpunimi juridik. Kosova tashmë ka aprovu dhe ligjin për dënje mungesë, por kjo do të jetë po ashtu e vështirë, për arsye se Kosova dhe Serbia nuk e njohin njëna tjetrën, Serbia nuk e njeh Kosovën, nuk ka bashkëpunim juridik dhe si rezultat nuk mund të ketë ekstradime. Po, është e vërtet që gjykatat nuk mund t'i dënojnë të gjitha përgjegjës të krimeve të luftës, por vendimet të cilat merren nga këto gjykata, ato nuk mund të mohohen qoftë nga pushteti në Serbi apo ndonjë pushtet tjetër, për arsye se ato provat, ato fakte kanë kaluar në për disa filtra dhe është vështirë për t'i mohuar se kanë ndodhur ato krime. Pra qofshin edhe vendimet të vogla, po kanë bazë të madhe të dokumentimit, të memorializimit, të historisë. Po kur jemi tek dokumentimi, si e shihni ju shtetin e Kosovës apo qeverit e Kosovës që janë ndruar që nga përfundimi i luftës deri në ditën e sodit, sa kanë punuar në dokumentimin e krimeve të luftës apo në memorializimin e të kaluarën? Në fakt, shoqëria kosovare, jo vetëm shteti i Kosovës, por shoqëria në përgjithësi, ka dështu sa i përket hulumtimit dhe dokumentimit krimeve të luftës në përgjithësi. Ne kemi pa vazhdimisht iniciativa të fragmentarizuara institucionale, nis diçka një qeveri dhe përfundon qeveria tjetër nis diçka tjetër, ose deri tek niveli presidentit me komisionin e të vërtetës së pajtimit. Është absurd në Kosovë, thuhet që është paradoksale që më shumë se 2 dekada mas luftës, referencat më kredibile sa i përket krimeve, regjistrimit të krimeve civilve padive që janë inicu, kanë ardhur prej shoqërisë civile, njëra prej cilave është Fondi për drejtën humanitare. Domethënë kjo është paradoksale se çfarë i ka ndodhur këtij vendi dhe çfarë i ka ndodhur shoqënisë kosovare në përgjithësi sa i përket hulumtimit dhe raportimit. Qeveria e Kosovës vitin e kaluar ka draftuar një strategji për hulumtim dhe dokumentim, një strategji për drejtësinë tranzicionale, por që duket që qysh në fillim ka shumë mangësi. Për shembull, në kuadër të Universitetit Prishtinës më herët është themeluar një qendër për hulumtim dhe dokumentim dhe shumë pak kohë më vonë ajo qendër është mbyll për mungesë të stafit, për mungesë të fondeve, për mungesë, dhe me thënë, nëse pastaj është kjo iniciativa me Institutin për krimet e luftës, njëherë u themelu, punoj disa vjet me shumë vështirësi dhe me pak rezultate. A mendoni që iniciativat qeveritare shpesh përfundojnë me ndrymin e qeverive? Absolutisht, ajo që thash më herët, dhe me thënë, nis një qeveri dhe mendon që gjithçka nis dhe përfundohet me të dhe nuk ka një kontinuitet sa i përket qeverive. Unë thash më herët, Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës është një rast tipik eklatant i mos seriozitetit edhe sepse nëse shohim ose dëgjojmë diskursin politik në gjitha kohërave, është një diskurs që flet për luftën, që mundohet që gjithë meritat të edhe sa i përket qeverisë brendshme ti mbështes ato, pastaj dhe gjithë krimet dhe korrupsionin që ndodhin në nivel institucional ti mbështjell ose ti arsyetoj me luftën, por nëse flasim për punën, ne shohim një lloj jo serioziteti të skajshëm të institucionit, një lloj papjegurie. Për shembull, një lider e nis më herët që do të padisin Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, lideri tjetër po ashtu e përmend që do ta vazhdojnë të, ndërkohë që nëse numërohen vitet për 3-4 vjet ose 5 vite që kur janë plasu këto ide, nuk është kur që në praktikë domethënë është një lloj më tepër për konsum politik, një konsum shumë
ngusht politik, por jo, tash nëse shohim edhe iniciativen për themelimin e Komisionit të Vërtetës së Pajtimit. Kjo ide ka ardhur në kohën e ish presidentit tash që tani po përballet me akuzat për krime lufte. Ne shohim për më shumë se 2 vjet, presidenti aktuale nuk është që ka bërë ndonjë hap rreth kësaj, edhe pse Komisioni i Vërtetës së Pajtimit është përfshirë në strategjinë e qeverisë për drejtësi tranzicionale. Domethënë kemi hapa të fragmentarizuar, sepse presidenti më herët e ka nisë këtë ide, po ai nuk ka pronësi mbi këtë ide. Presidenti tjetër nëse sheh që kjo është një hap që sigurisht është një hap i mirë drejt ballafaqimit me të kalum paqes së të pajtimit në rajon, sidomos paqes së pajtimit brenda Kosovës mes komuniteteve, ky hap do të ishte i rëndësishëm. E dim që komisionet e vërtetës pajtimit, iniciativa të tilla nuk kanë qenë jetë gjata në nivel të vendeve të ish Jugosllavisë, ka nisë një gjë e tillë Serbi ka dështu, pastaj edhe në Bosnjë. Nuk është që jam shumë optimist që në Kosovë mund të lulëzoj kjo ide, po megjithatë duhet bëhen hapa serioze dhe të ketë një unifikim të spektrit politik sa i përket iniciativave të tilla që promovojnë paqen dhe pajtimin. Po, është e vërtet se ka pas disa iniciativa. Unë e kam edhe një pyetje për juve para se ta përmbyllim. Ju shpesh takoheni dhe raportoni mbi krimet e luftës, po sa ka në Kosovë njohës të fushave të drejtësisë tranzicionale të krimeve të luftës, që ju shpesh sigurisht keni nevojë edhe për opinionet profesionale në artikujt e juaja që i publikoni gati çdo javë dhe të cilat me gjithë qefi lexojnë ndoshta edhe për arsye se merren me këtë fushë. A ka në Kosovë njohës të mjaftueshëm të krimeve të luftës, të drejtës ndërkombëtare, të ballafaqimit me të kaluarën, apo të gjithë këta njohës janë të themi në nivel të shoqërive apo të organizatave jo qeveritare? Pyetje shumë e mirë që në fakt unë e vuj goxha shumë gjatë raportimit tim, sepse këtu ka shumë pak njohës të procesit të drejtësisë tranzicionale dhe sidomos njohës shumë pak të kontekstit të drejtësisë tranzicionale, i cili dallon prej vendit në vend, prej konfliktit në konflikt ose prej luftës në luftë. Kosova vun shumë në opinionin përgjithësi, në Kosovë ka shumë pak zona profesional dhe të pavarur që shpjegojnë procesin e rëndësishëm drejtësisë tranzicionale që po ndodh aktualisht. Kemi shumë dhe ata pak njerëz që marrin guximin ose flasin, sjellin shumë kompozitet dhe mundohen të japin një dozë kisha me thonë pseudo-patriotizmi dhe jo një dozë profesionale dhe të ftohtë shpjegimit gjanave të asaj që po ndodh. Për shembull, do ta ilustrojmë këtë që ne dëgjojmë në studiot televizive që ka njerëz që e ngatrojnë ndërmarrjen e përbashkët kriminale të individëve me ndërmarrjen kriminale që janë veshën UÇK-s, që në fakt në asnjë element të akuzave ose të asaj që deri tash ka derivu prej gjykatës speciale, nuk përmendet UÇK-ja si ndërmarrje kriminale. Nuk është e vërtetë kjo. Është një opsion që u keq kuptuar në publik. Është një opsion që shpesh herë nuk kuptohet mirë për njerëzve që flasin, ose keq kuptohet me qëllim. Janë dy aspektet në cilat investohet për të sjellë konfuzion. Po masandej keq kuptimi i këtyre nocioneve të themi sjell edhe frustrim tek shoqëria e gjerë. Absolutisht, sepse ka një lloj shpesh herë një lloj sentimenti tepër negativ ose një lloj gatishmërie për linçim për gjithë ata që flasin për krimet e luftës, sidomos për viktimat. Ju përmendet më herët të zhdukurit, mbi 500 persona nga numri i përgjithshëm i zhdukur janë serbë të Kosovës, janë edhe romë, por shumica janë nëse flasin për personat jo shqiptar ose janë serbë dhe shumë pak përmend ose shumë pak zënë vend në raportimin e përgjithshëm, ose shumë pak shohin media që marrin palën tjetër sa i përket krimeve të luftës. Do të thënë viktimat e palës tjetër asnjëherë nuk njihen. Ekziston një lloj kulture mohimit, jo vetëm në Serbi ndaj viktimave shqiptare, por edhe në Kosovë ndaj viktimave serbe. Po nuk më i pa përfundu kur e keni përmend raportim mbi viktimat e komuniteteve tjera, po si e shihni ju raportimin e mediave në Serbi dhe si qëndron puna mes raportimit të mediave në Kosovë dhe në Serbi?
Cilat janë të themi më të pavarura dhe më profesionale në për raportimin dallim- mbi të kaluarën mbi krimet e luftës? Ekziston një pikturë që shpesh herë kur ligjeroj për drejtsinë tradicionale studentëve të ri ose gazetarëve të ri që unë e përmend. Në Serbi ka një gjuhë të theksuar të urrëties dhe mohimit, një kulturë të mohimit. Kurse në Kosovë ekziston një lloj qasje heshtur, një mohim i heshtur. Përderisa në Serbi ka një sulm, një gjuhë fyse, urrëtëse, përçmuese ndaj shqiptarëve dhe ndaj viktimave, në Kosovë nuk ekziston kjo gjuhë e urrëtitjes, gjuhë e përçmimit ndaj viktimave serbe, por ka një shmangje në heshtje. Ky është dallimi mes mediave në Kosovë dhe edhe në Serbi. Që gjithsesi është një dallim deri diku esencial, përderisa mediat e Kosovës nuk nxisin urrëtitje, nuk sulmojnë viktima, por megjithatë nuk u japin platformë viktimave. Atëherë këtu ne e përfundojmë videokastin të cilin e kemi parashkuar. Ju faleminderit shumë për kohën e juaj. Në fund deshta me përmend që ky aktivitet apo ky podcast përkrahet nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme të Zvicrës, pra përmes ambasadës Zvicrës në Kosovë dhe prej organizatës NET. Atëherë faleminderit dhe shihemi në videokastin e radhës, i cili po ashtu do të jetë mbi krimet e luftës, mbi gjykimet për krimet e luftës, profesionalistë të tjerë, qoftë prokuror, gjyqtar, avokat, pra këto podcaste kanë qëllimin që të ofrojmë këndvështrime të ndryshme lidhur me krimet e luftës nga profesionistë të ndryshëm. Faleminderit.